Nemanja Matic ka vendosur të ngacmojë Granit Xhakën dhe Xherdan Shaqirin sa u përket zgjedhjeve të tyre për të përfaqësuar Zvicrën në vend të Shqipërisë. Shkak për këtë është bërë kujtesa e ndeshjes ku të dy lojtarët përballë Serbisë festonin me shqiponj te Zvicra. I respektuesi futbollist kam luajtur kundër tyre disa herë në Premier League, por me ato gjëra të vogla ata fitojnë pikë politike. Ata janë rritur në Zvicër, duke vepruar kështu nuk po tregojnë respekt për vendin për të cilin luajnë. Nëse ju pëlqen kaq shumë Shqipëria, atëherë pse nuk luani për Shqipërinë? Kjo është pyetja ime. Mund t'ju pëlqejnë disa vende, ky nuk është problem. Mua më pëlqen Serbia, është vendi im, më pëlqen dhe Anglia, kam kaluar shumë kohë atje, por kurrë nuk do të thoja se më pëlqen Anglia më shumë se Serbia. Duhet të jesh i sinqert. Kam luajtur kundër Xhakës shumë herë dhe nuk kam pasur kurrë probleme. Gjithmonë jemi përshëndetur, ai është lojtar i mirë, ashtu si edhe Shaqiri, por kurrë nuk do të bëja diçka të tillë për të provokuar dikë tjetër. Unë i respektoj të gjithë, u shpreh Matic për 442.